Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, tashmë jemi në prag të muajit Ramazanit. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thot: shembulli atyre të cilët japin në rrugën e Allahut të madhëruar është njësoj si shembulli i asaj farës që e mbjell dhe nga një farë dalin 7 kallinj dhe nga çdo kallinj ka 100 kokra. Pra Allahu i madhëruar është përblen jo me 7, jo me 70, por me 700 fish se vapin që mund të bëjmë çdo vepër pra të mirë në këtë muaj. Këshilloj veten time në radhë të parë, pastaj juve, që Allahu i madhëruar të na mundësoj të bëjmë vepra sa më shumë të mira, të japim sadaka dhe të mundohemi që çdo fjalë e mirë ta themi me njetin e sadakas, në mënyrë që Allahu i madhëruar në ditën e gjykimit të na nxjerrë nga ata të cilët e kanë shfrytzuar muajin e Ramazanit në të gjitha aspektet për të përfituar për veten e tyre, për familjen e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër.